Ndërtimi i ekonomisë të udhëhequr nga inovacioni është synimi i qeverisë shqiptare, synim ky që përmbështetet edhe nga qeveria suedeze. Gjatë forumit të startupeve suedi i Shqipërisë, zëvendësministrja për ekonominë dhe inovacionin Blerta Rama u shpreh se Suedia sjell ekspertizën dhe përvojën globale, ndërsa Shqipëria ofron një mjedis të incentivuar nga reformat për të zhvilluar inovacionin. Bizneset shqiptare nuk po përgatiten vetëm për tregun vendas, ata po përgatiten për të qenë të suksesshëm në tregun evropian. Vizioni ynë afatgjat është përcaktuar në strategjinë kombëtare për inovacionin dhe sipërmarrjen 2025-2030, ku duam që Shqipëria të jetë një vend i fortë për sa i përket sipërmarrjes, i incentivuar dhe udhëhequr nga inovacioni dhe besimi. Objektivi ynë është për të pasur një mjedis mbështetës, ku sipërmarrësit të rriten së bashku. Ne fokusojmë në 3 pika kryesore: të ndihmojmë bizneset e vogla të rriten, duke mbështetur inovacionin në sektor kyç për të garantuar që të gjithë të përfitojnë nga kjo. Kjo përforcohet nga një fokus tjetër, zhvillimi i talenteve, investimi dhe sipërmarrja e grave. Suedia është një nga hubet më të mëdha të startupeve në Evropë. Ambasadori i Suedisë në Shqipëri theksoi se midis dy vendeve ka pasur disa shkëmbime startupesh. Suedia është një nga hubet më inovatore për startupe si Spotify apo Truecaller. Shqipëria është një mjedis ekosistem i cili po zhvillohet me kapacitet, me aftësi të larta, duke patur një momentum shumë të mirë dhe duke qenë një mjedis i hapur ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar, me një ambicie të qartë nga qeveria dhe të gjithë aktorët për të bërë udhëheqës në rajon për sa i përket teknologjisë dhe startupeve. Ky forum krijon ura komunikimi dhe rrjete bashkëpunimi midis dy vendeve për të zhvilluar inovacionin dhe hapjen e më shumë mundësive për ekonominë.